Bashkuara në një frym pak më ndryshe se Gjermani tani. Ky dokument e projekton shtetin, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës si fuqi Indo-Pasifikut, duke lënë që Evropa kryesisht të merret me aspektin e sigurisë në mënyrë autonome. Por gjithsesi e pam edhe sekretarin e shtetit Marco Rubio, i cili thotë se ne kemi lidhje të pandashme, janë lidhje kulturore, janë lidhje historike, pra mban disi edhe përkundër qëndrimit të presidentit Trump, që është pak më rigjid, pak më si ta quaj, më transaksional. Dhe tash kalimi në një luftë të hapur me Iranin, i cili është shtet i madh, i cili pra teokratik, i cili për kaq vite, që nga vitet e 70-ta është haptozi, paraqitet si shtet i cili i sfidon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Izraelin. Lufta në mes shteteve brenda për brenda Azisë, pra linjës së mesme, është luftë për dominim, pra në mes të Iranit dhe Izraelit, Iranit dhe Turqisë, Iranit dhe Emirateve të Bashkuara apo Mbretërisë Arabe. Pra është luftë për dominancë. Në këtë luftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë aleatet e saj, siç është Izraeli, pastaj edhe Shtetet Arabe aty për skaj, domethënë Oman, Katar, Emirate, Mbretëria Arabe e tjerë. Në anën tjetër është Irani, i cili është i përkrahur nga Kina, gjithsesi nga Rusia. Unë mendoj që në aspektin global, geopolitik, geostrategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë të lashe Iranin sa kanë për qëllim që ta pamundsojnë zhvillimin e vrrullshëm të mëtutjeshëm të Kinës në aspektin e zhvillimit ekonomik, sepse ne dim se sipas disa statistikave rreth 35 deri në 47% e naftës e cila shkon në Kinë kalon ka ngushtica e Hormuzit, dhe paraprakisht kemi parë një bllokim të shitjes së mëtutjeshme të naftës nga Venezuela, që i dërgohet Kinës, gjithsesi Rusisë. Pra, dy burime kryesore të naftës, të cilat i mundsojnë Kinës që të vazhdojë zhvillimin e vrrullshëm ekonomik, për momentin i janë sfiduar, mos ta quaj që janë ndaluar. Dhe tash në një moment presidenti Trump është interesuar që këtë ngushticë ta marrë në kontroll. Trajtimet kinetike, të quajmë kësaj të aspektit sigurisë si ushtarak, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë shkatrime të mëdha të aviacionit iranian dhe të qendrave të ndryshme ushtarake të Iranit së bashku me Izraelin, dhe vjen momenti kur presidenti Trump mendon se kjo punë mund të përfundohet pra me një marrëveshje. Në atë marrëveshje një nga temat kryesore është ndalimi i prodhimit të armatimit atomik nga ana e Iranit. Një marrëveshje të tillë kemi pasur gjatë periudhës së presidentit Obama dhe është vazhduar në periudhën, është ndërprerë në mandatin e parë të presidentit Trump, është vazhduar me presidentin Biden me ndonjë efikasitet të madh, dhe tash presidenti Trump, merr në bashkë me këshilltarët e tij, natyrisht edhe të aspektit të sigurisë, që Iranit duhet t'i ndalohet plotësisht prodhimi i armatimit atomik. Por nuk duhet të harrojmë se Irani është i përkrahur nga Kina në këtë rast, edhe nga Rusia. Prandaj edhe kemi atë ta quajmë ngazëllimin, kjo fjala më e butë që mund të përdoret, e pushtetarëve në Teheran që mund të sfidojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka sigurisht edhe analiza që SBA ka pasur kriza të kësaj natyre gjatë historisë së vëshme, pra pas luftës së dytë botërore kemi pasur dështimin në Vietnam, pra tërheqjen e SBA-s nga Vietnami, dhe në bazë të këtyre paralogarive mendohet që edhe ndonjë ndërhyrje më e thellë ushtarake, pra e SBA-s në Iran, mund të shkaktojë një dështim çfarë ka qenë ai edhe i Vietnamit, apo edhe dështimet i freskët në Irak.
në Irak, apo edhe tërheqja nga Afganistani. Janë këto pra para llogaritë të cilat nga shnjejnë apo nga zlejnë pushtetin në Teheran, që ndonjë ndërhyrje e tillë mund të shkaktoj edhe humbjen e SBA-s. Natyrisht në këtë ndërhyrje eventuale toksore të SBA-s do ta kundërshtonin në forma të ndryshme që do t'i ofronin ndihmë Teheranit zyrtar, gjithsesi pushtetit teokratik në Teheran nga Kina, nga Rusia dhe nga ndonjë fuqi tjetër regionale e cila ka interesat që SBA-ja mos jetë prezente në këtë pjesë të globit. Mirëpo, unë mendoj se problemi është tek ngushtica e Hormuzit. Aty mendoj se presidenti Trump do të insistoj që ta ketë kontrollin e tij, mbas edhe do ta pushton për një kohë të gjatë atë ishullin i cili gjenden rafineritë, e cili është bombarduar nga armata e SBA-s, një kontroll pra teknik, por edhe geostrategjik, i cili do ta ndryshonte pra situatën në rajon, duke thënë edhe i herë se shtetet të cilat janë alate të SBA-s, siç është janë Emiratet Arabe, Katari dhe shtetet tjera aty, do të qëndrojnë edhe për një periudhë të gjatë aleate të saj, gjersa të kemi një rend të ri botror, sepse ne kemi hyrë në një përplasje të madhe, pra ka ndodhur ruptura e rendit të vjetër, nuk ekziston më rendi i vjetër botror, dhe tash do të shohim se a do të kalojmë në një botë multipolare ku do të dominojnë interesat e drejt për drejta të fuqive determinuese në këtë rast, pra multipolare apo multilateralizmi i reformuar, për të cilin apo në të cilin insiston presidenti i Finlandës, zoti Alexander Stubb, në një punim të tij kështu të publikuar në OPED, i cili kërkon reformimin multilateral, reformimin në OKB-s, ku në Këshillin e Sigurimit do të ketë përfaqësues edhe nga Global North, pra nga veriu global, siç janë sot SBA, Franca, Britania e Madhe, eventualisht ndonjë shtet tjetër evropian, Global East, që është lindja globale ku për momentin këtë pjesë e përfaqëson vetëm Rusia si pjesë euro-aziatike dhe Kina, dhe pra sipas tij insistohet që të ketë edhe përfaqësim eventualisht edhe nga India në Këshillin e Sigurimit, dhe Global South apo jugu global, i cili fare nuk është i përfaqësuar, pra nuk është Brazili si fuqi ekonomike, nuk është Argentina, nuk është Afrika e Jugut, Kenya, apo eventualisht edhe Egjipti. Pra kërkohet një reformim i multilateralizmit, i cili pra funksionon në bazë të fuqisë së negocimit apo interesave të cilat realizohen përmes balancimit dhe jo përmes imponimit, siç bëhet në metodën ta quajmë të multipolarizmit. Por për momentin jemi në një kaos i cili pra kërkon që të vendosen barazpeshat e interesave gjeopolitike, por jemi vetëm në fillim të kësaj pune, pra ku SBA-ja përpiqet që përmes politikës MAGA të promovuar dhe të udhëhequr nga presidenti Trump dhe shtyllës tjetër të strategjisë së presidentit Trump, që është America First, në multipolarizëm apo në botën multipolare, që më nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo siç ka qenë gjatë luftës së ftohtë Rusia, e cila ka imponuar botën bipolare. Tash e kemi botën multipolare, ku përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës kemi Kinën në ngritje, kemi Rusinë revizioniste, e cila dëshiron të kthehet në fuqinë e mbretërisë ruse apo të Bashkimit Sovjetik. Kemi ngritjen ekonomike të Indisë, e cila në aspektin demografik dhe ekonomik i bën konkurrencë Kinës. Kemi Brazilin dhe Argentinën, si thash, dhe
shtetet afrikane në ngritje në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe rëndësisë së tyre politike. Ambasador, të lutem dhe diçka se më pëlqeu ajo që ju thatë jemi vetëm në fillim të rendit të ri, edhe në bisedën tonë ne nuk prekëm NATO-n. Pak ditë më parë, një nga njerëzit e Magas, Kent, që ishte drejtori i antiterrorizmit që u shkarkua nga Trump, tha që Trump po kërkon me shtysën e Izraelit të prish aleancën me NATO-n për të dalë që Izraeli t'i bjerë Turqisë edhe SBA-ja të futet në këtë konflikt. Por kemi parë deklarata nga Turqia, ishte ministri Hakan Fidan që deklaroi që Izraeli pritet ta shpallë atë armikun e ri pas Iranit. Pra duke sikur po ndjen, ndoshta fjala e dur nuk është frikë, po ndjen që po lëviz diçka në këtë drejtim dhe ndoshta mund të ketë një përplasje në horizont në Siri. Atë që dua ta them paraprakisht është se NATO-ja ka pasur krizat e saj që nga koha e themelimit të saj, që nga viti 1945. Kriza e saj e parë ishte në vitin 1956, kur presidenti i Egjiptit El Sadat e shtetëzoi kanalin e Suezit në detin e Kuq dhe pastaj pat ndërhyrje ushtarake të Britanisë së Madhe dhe të Francës pa e pyetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi pasur një reagim të ashpër të SBA-s, por për shkak të një armiku të përbashkët që ishte në atë kohë Bashkimi Sovjetik, NATO-ja qëndroi e fuqishme. Pra edhe atëherë u bë shkak një kanal, një ngushticë. Ashtu pra. Pastaj kemi pasur krizën fund viteve 60, fillim viteve 70 në mes të Francës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur presidenti De Gaulle kërkoi që mos të ketë udhëheqje kështu të padiskutueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kërkoi një status të veçantë të Francës brenda NATO-s dhe kjo ka zgjatur deri në vitin 1989. Ka qenë kriza e luftës së yjeve në kohën e Reaganit, ku ka pasur përplasje në mes anëtarëve të NATO-s, kriza në kohën e ndërhyrjes së presidentit George W. Bush në Irak, ku Gjermania dhe Franca refuzuan të marrin pjesë në luftën e shpallur të Amerikës, gjithsesi ndërhyrjen amerikane në Irak. Kemi pasur disa kriza të ndryshme të aspektit diplomatik në kuadër të vendeve anëtare të NATO-s, pra në mes të Turqisë dhe Greqisë, për Çipron, në mes të Turqisë dhe Greqisë për ishujt dhe hapësirën e fluturimit, krizën e fundit të cilën e shkaktoi në mandatin e parë presidenti Trump për pjesëmarrjen më të lartë të anëtarëve të NATO-s në buxhetin e NATO-s. Dhe tash kjo është kriza e fundit, e cila pra po vazhdon dhe unë shpresoj që edhe kjo të jetë një nga krizat të cilat NATO-ja do t'i kalojë dhe nuk do të shkaktohet ndonjë rupturë, ndonjë thyrje në mes të anëtarëve të NATO-s. Dorë në zemër, gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur disa marrëveshje të vogla apo të imta në Evropë në mes të shteteve. Kemi pra marrëveshjen e vitit 2020 në mes të Francës dhe Italisë, është marrëveshje kryesisht që ka të bëjë me sigurinë dhe quhet marrëveshja Quirinales, me që është nënshkruar në Quirinale të Romës, dhe është marrëveshja e fundit e këtij viti në mes të Gjermanisë dhe Italisë, marrëveshje që ka të bëjë me sigurinë, e cila anashkalon pak a shumë Francën, e cila është ta quajmë kështu kundërshtarja kryesore, gjithsesi presidenti Macron është kundërshtar kryesor i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotit Trump, sa i përket aspektit të sigurisë dhe bashkëpunimit. Pra kemi lëvizje të vogla për një autonomi eventuale ushtarake të sigurisë të krahut evropian të Atlantikut, por prap po them, besoj që duke qenë se si SBA ashtu edhe shtetet e Bashkisë Evropiane dhe shtetet e Evropës përfshirë këtu dhe Britaninë e Madhe ende kanë armiq të përbashkët, si quajmë kështu global. Për momentin për Evropën armik kryesor është Rusia, gjithsesi presidenti Putin, i cili vazhdon të ketë apetitet e tij në Ukrainë dhe vazhdon lufta në Ukrainë, dhe në anën tjetër është ta quajmë kështu armiku i përbashkët kryesor global për shtetet e BE-s apo shtetet e Evropës dhe Amerikën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e që është Kina.
Pra unë besoj që këto leva do të funksionojnë në të mirë të ruajtjes së fuqisë më të madhe historike që ka pasur njerëzimi ndonjëherë që është NATO-ja. Ambasador Prenkaj, faleminderit. Faleminderit për mendimin që ndat me publikun tonë. Faleminderit juve. Faleminderit për ftesën.